Pra ky raporti këtu thot eksaktësisht atë që unë ju thosha për ditë shqiptarëve kur dolën t'i kërkojnë mbështetjen për mandatin e 4 dhe kur më thuaj nga disa nga i gjen ti këto. I thot tani thot ky. Kjo është gjëja më e rëndësishme që sot duhet të dëgjojnë shqiptarët. Të tjerat janë proces dhe pastaj ky diskutimi është një diskutim që besoj e zauruam dhe s'ka nevojë të merrem më tuti, aq më tepër që u ngrit nga veterani Muhamet Veliu. If I may just repeat what I've just said, that there is the position of the European Commission. Pra qëndrimi i Komisionit Evropian nuk është që të sugjerojë ndonjë ndryshim për traktate që do të ndikojnë rregullat dhe parimet bazë të tij, dhe ajo që ju shpjeguat dy kategorisht e dëshantare do të ishte pikërisht kjo gjë, dhe kjo nuk është as pak një gjë që ne e kemi në tryez apo në listën e punëve tona në lidhje me Komisionin Evropian. Mola Luku nga Vision Plus. Në fakt, pyetja ime ishte për ambasadorin Gonzato. Zoti ambasador, progresi i raportit të Komisionit Evropian dhe njëherë certifikoi zgjedhjet e 11 majit. Megjithatë, mbetet shqetësuese polarizimi politik dhe dialogu. Në kushtet kur Shqipëria tashmë duhet të çojë përpara një sër ligjesh për integrimin, a keni ju një mesazh për palët politike? Faleminderit. Yes, and it's a message that dhe mesazhi im është një mesazh të cilën unë jap pothuajse çdo ditë në bashkëbisedimet me deputetët, që Kuvendi ka një rol absolutisht kyç për të luajtur, dhe thirrja ime është që të kenë dëshirën dhe mundësinë që të luajnë rolin e tyre dhe të japin kontributin në këtë proces reformas i cili do ta sjellë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe siç e kam thënë edhe në fund të fjalës time, na duhen debate të shëndetshme që sigurisht mund të jenë edhe kritike, se në fund të fundit ky është kuvendi në të cilin është forumi, në të cilin pra shprehen mendime të ndryshme edhe për mënyrën se si do të bëhet Shqipëria shtet antar. Dhe këto debate do duhet të bëhen dhe do duhet të jenë mundësia që qytetarët të kuptojnë se për çfarë janë këto reforma, përse po bëhen, çfarë ndikime do të sjellin në jetën e tyre, në bizneset e tyre. Dhe kështu ne sigurohemi që reformat të jenë të qëndrueshme edhe në periudhën afatgjatë, sepse njerëzit do të kuptojnë që ato janë reforma që kanë të bëjnë edhe me ta. Faleminderit. Lexojeni, studiojeni dhe pastaj do kemi mundësi të përgjigjemi pyetjeve për raportin. Faleminderit.